Pasi periudhe mbylljet e përkohshme për shkak të shpërthimit të salmonelës, kopshti numër 1 në Gramsht është rihapur me urdhër të Inspektoratit Shtetëror të Shëndetësisë. Infeksioni preku 16 fëmijë dhe një punonjëse duke shkaktuar indinjat tek prindrit që protestuan javën e kaluar. Sipas urdhrit të shëndetësisë, kopshti do të vazhdojë funksionimin pa ofruar ushqim për fëmijët. Në 2 ditë e para pas rihapjes, vetëm 8 fëmijë janë paraqitur nga 59 që janë të regjistruar. Çka tregon qartë pasigurinë dhe mosbesimin e prindërve. Që normale që kjo normale të helmojnë 7 fëmijë. Mimoza Çekrezi, drejtoresha e institucionit, konfirmon se situata është nën kontroll, por pranon se rikthimi i besimit te prindrit do të kërkojë kohë. U bë dezinfektimi i kopshtit, u bën analizat e gjithë stafit dhe u morë dhe analiza ujë të pishëm. Edhe tash të shikojmë se sa do frekuentojnë këto ditët e ardhshme. Autoriteti kombëtar i ushqimit deklaroi se shkak i helmimit kanë qenë vezët e kontaminuara me salmonel, por subjekti furnizues me ushqime doli i pastër. Ndaj janë ngritur dyshime se ndotja mund të ketë ndodhur brenda ambienteve të kopshtit. Megjithatë, asnjë institucion akoma nuk u ka dhënë prindërve një përgjigje të saktë dhe ata nuk i dinë shkaqet e helmimit, e as kanë siguri për të rikthyer të vegjëlit në këtë institucion shtetëror. Të them urdhë. Ata që bëjnë ushqimin aty. Këto ushqime nuk kontrollohen. Për këtë rast ka nisur hetimet edhe prokuroria e Elbasanit, por deri më tani nuk ka asnjë zyrtar të proceduar. Sa kaq komuniteti kërkon më shumë transparencë dhe përgjegjësi për ngjarjen që rrezikoi jetën e fëmijëve të tyre.